Jam i pafajshëm, Erjon Velia I kërkon të dalë nga burgu. Ish-kryetari I Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, po vazhdon betejën e tij ligjore për të liruar nga paraburgimi, duke insistuar në pafajësinë e tij përballë akuzave për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Velia, I cili u arrestua disa muaj më parë nga SPAK, po përballet me një periudhë të vështirë, ndërsa hetimet ndaj tij vazhdojnë me ritme shumë të ngadalta. Arrestimi I Veliajt erdhi pas një hetimi të gjatë me SPAK, I cili ngriti dyshime serioze për menaxhimin e fondeve publike dhe kontratave të bashkisë gjatë mandatit të tij, që nga momenti I arrestimit, ish-kreu I bashkisë ka mohuar vazhdimisht çdo akuzë, duke e cilësuar gjithë procesin si një veprim të motivuar politikisht. Përmes avokatëve të tij, Velia po zhvillon një betejë intensive ligjore për të zbardhur akuzat dhe për të siguruar ndryshimin e masës së sigurisë. Ekipi mbrojtës I tij argumenton se vazhdimi I paraburgimit pa një akuzë përfundimtare dhe pa një progres të dukshëm në hetim përbën një shkelje të drejtave të tij. Jam I pafajshëm dhe gjithçka është absurde, ka deklaruar Velia përmes përfaqësuesve të tij ligjor. Mbajtja ime në burg, pa asnjë akt akuzë përfundimtare, është një thyerje e hapur e ligjit dhe është një cënim I rënd I prezumimit të pafajësisë. Burimet pranë çështjes sugjerojnë se hetimet po ecin me ngadalësi nga të dyja palët, gjë që mund të çojë në shikimin e masës së sigurisë. Ekziston mundësia që në javët e ardhshme gjykata të vendosë kalimin e Veliajt nga paraburgim në arrest shtëpie, një zhvillim që do të përbënte një fitore të pjesshme. Ndërkohë SPAK vazhdon të mbrojë vendimin për paraburgim të ish-kryebashkiakut, duke argumentuar se kompleksiteti I çështjes kërkon kohë për hetim të plotë dhe se ekziston rreziku I ndërhyrjes në prova ose ndikimi mbi dëshmitarët nëse Velia do të lirohet. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like edhe subscribe.